Mendoj që ajo që ne jemi sot, dhe ajo që ne bëm, dhe ajo që ne përfaqësonim, dhe ajo që doli nga ai përfaqësim për atë që Shqipëria u bë më pas, është maksimumi mundshëm i kushteve që ne na përcaktuan, qoftë ato brenda, qoftë ato jashtë nesh, qoftë ato rajonale, qoftë ato gjeopolitike, qoftë përkatësia jonë e pafat në bllokun lindor, gjithë historia jonë, fqinjët, pra interesat e ndryshme të shteteve rrotull, sepse sot ne shpesh gjykojmë gati një nivel, po themi në një formë gati romantike për vendin, për veten, për atë dheun e tjerë, por duhet zbresim me këmbë tokë dhe të kuptojmë që realiteti nuk është kaq romantik. Realiteti është shumë toksor dhe rrethohemi nga interesa të ndryshme. Kur ato konvergojnë, është natyrisht e jashtëzakonshme dhe kemi të bëjmë me realitete si ai i Tregut Përbashkët, Europa, pra Bashkimi Evropian e tjerë, por kur ato nuk konvergojnë, janë interesa të cilat punojnë kundër njëra tjetrës dhe ne vim nga ky rajon, ne e dim situatën në këtë rajon, ne trashëgojmë një histori shumë të shkurtër në rajon sa i takon kufive, lëvizjes, edhe si shtet, edhe kështu që kjo gjë ka bërë që ne të kemi akoma shtete rreth nesh, të cilat shpesh kanë pasur agjenda krejt ndryshme nga tona. Dhe kjo gjë ka bërë që të japi ndikimin e vet, kështu që në një farë mënyrë unë mendoj që dhe këtu e kam të prerë të gjë me veten time që edhe nëse kthehem pas nuk jam pishmarr për asnjë gjë që kam bërë vetë personalisht, por edhe nga sa kuptoj nga Shqipëria që unë e njoh më mirë sot, nuk besoj se do kishim bërë dot më mirë se kaq në 36 vjet. Absolutisht kushdo që t'i kthehej me atë që ne trashëgua, me atë brumë që ne ishim, me atë dizidencë inekzistente në vend, sepse vetëm në mars-prill dolën burgosurit politik nga burgjet. Pjesa më e madhe e tyre ishin të shpikur, ishin, si me thënë, dizident që ishin burgjeve në kuptimin e emrit si të burgosur politik, por që shumica e tyre ishin shpikur nga sistemi, nga paranoja e viteve të fundit sistemit, ku vllai spiononte vllain, familja familjen, komshiu ose dënoi për një krim i fusin në një agitacion e propagandës. Nuk kishte disidencë vërtet. Nuk kishim patur një klasë disidentë vërtet, dhe kjo general lanë ato hapat e parë në duart e ekspertëve të Partisë Punës, të cilët ishin ata që morën në dorë Partinë Demokratike dhe që komprometuan në mënyrë të ndjeshme, mendoj, përfundimtare shanse që ne të kishim një opozitë dhe një Parti Demokratike e cila do sjellte në Shqipëri një standard të ri, të një rendi të ri demokratik, të një mendësie të re. Kjo gjë nuk ndodhi dhe tërë pastaj çfarë kemi pasur në vite, këto që sot të rinjtë sot ndoshta nuk i dinë dhe nuk kanë si t'i dinë dhe t'i kujtojnë, ndoshta se nuk kanë hapur historinë mbrapa, as nuk kanë parë historinë. U bëre pjesë e Partisë Demokratike në ato kohë? Unë isha një ndër themeluesit e parë të Partisë Demokratike dhe një ndër firmëtarët e parë të dorëheqjes nga Partia Demokratike që në 15 janar të vitit 1991, sepse pash që ajo parti nuk mund të përfaqësonte dot interesat e asaj lëvizje dhe nuk përfaqësonte dot interesat demokratike që vendi kishte aspirat. Pastaj luftova fort që ne të reformonim PD-n, që ne të reformonim opozitën, sepse mendonim që gjithmonë shpresat ishin tek PD-ja. Në atë kohë, pasi nuk ja dolëm dot, u gjendëm rrugëve, ballë për ballë, pastaj krah për krah me Partinë Socialiste për të luftuar atëherë ata që ishin pushtet Partinë Demokratike, për të garantuar të drejta themelore, të drejta universale, zgjedhje. Kam idenë që kjo foto e këtu është një foto jotja. Votën, të drejtën e votës. Se tje po është një foto e kohëve të Komisionit të Grevës Uris në këtë foto, me sa po shoh, të shkurtit 1991. Kjo ishte pas lëvizjes studentore dhjetore, tu ishim pasi ne kishim thënë Partisë Demokratike që nuk mund të shkojmë përpara me Enver Hoxhën rrugëve, me monumentet e Enver Hoxhës, në nhijen e kultit të diktatorit. Kjo nuk mund të jetë dot një, si themi, një jetë që të themi, si me thënë, është një fillim i ri për demokracinë dhe për ne të rinj sidomos, ndërkohë që diktatori është duke bërë hije dhe duke soditur të gjithë ne nga çdo shesh i Shqipërisë. Kërkuam heqjen e emrit të Enver Hoxhës nga Universiteti i Tiranës. Pra ishi të fokusuar ishte simbolike, kuptohet, ne nuk kishim asnjë gjë që lidhet me urrëtitjen ndaj askujt, kuptimin e familjes së diktatorit, ne kishim problem me faktin që PD-ja bënte sikur nuk e shikonte monumentin e diktatorit anë mban vendit dhe ne nuk ishim për një, si themi, marrje pushteti në kuptimin e thjesht një rotacioni administrativ. Ne donim që të kishim një rotacion i cili të kishte moral. Kjo ka qenë paktet në atëherë ideja jonë si student.